Jemi në Zürich, në Dietikon konkretisht, ku mbahet organizimi Luginas Day, një manifestim me 26 organizata bashkë, kryesisht nga Medvexha, Bujanoci dhe Presheva, me synim të vetëm grumbullimin e mjeteve donacione për të ndihmuar komunitetin në këto zona. Gjithashtu, në këtë eveniment kishte një program të pasur artistik, ku grupi i minjohur Elita Vest kishte dhe performancën e tij. Për më shumë, ndiqni kronikën. Shqiptarët të bashkuar në natyrisht emblemat e tyre të përhershme shqipojnë. Këta janë të tre njerëzit që me shumë punë, angazhim, vullnet kanë arritur deri te ky manifestim shumë i rëndësishëm sot. Sot është një ditë shumë e veçantë, sidomos për shqiptarët e Lugines së Preshevës, të cilët jetojnë në Zvicër, pasi për herë të parë, pas unifikimit të shoqatave, po bëhet Lugina Day. Dhe kjo uroj që të jetë një traditë e vazhdueshme, e përvitshme, ku të caktohet një ditë dhe Lugina Day të bëhet për të unifikuar, për të u bashkuar dhe për të u njohur njëri me tjetrin shqiptarët të cilët jetojnë këtu. Jemi shumë krenar që në këtë ditë të mbarë, jemi të buar kështu shoqata nga Medvexha, Bujanoci dhe Presheva, dhe mund të them shkurt si themeluesi një shoqate kulturore shqiptare bashkimi në Bern, e cila është mbar shqiptare, jam krenar kur i shoh vëllezërit e mi dhe motrat e mia që avancojnë dhe ecën me kohën përpara. Lugina Days është një event të cilin e kanë kërkuar të gjitha shoqatat për të krijuar një moment që të njihemi mes veti. Po, kemi shfrytzuar atë rastin që edhe të shfrytëzojmë këtë event për të mbledhur fonde për të konkretizuar projektet e tona. Një ndërkohë kemi dashur edhe t'i prezantojmë rezultatet e tona të 12 muajshit që kemi punuar, ku kemi pasur projekte konkrete në aspektin e digitalizimit, qendrës kulturore, të webit, të identifikimit, marketingit. Sot jemi këtu, pasi që jemi pjesë e organizimit, ndoshta vlen të theksohet se Asociacioni Qytetar Bujanoci, duke e parë seriozitetin e punës të Luginas, ka nda një buxhet të 5 fisht të buxhetit vjetor që e kemi, që i bie 50.000 franga për ta sponsoruar këtë ditë të sotme dhe të gjitha projektet e Luginas. Më vjen shumë mirë që Lugina pra i bashkon edhe shqiptarët e tjerë. Edhe ka kriju një platformë interesante të bashkimit të krejt komunitetit shqiptar. Shpresoj që të mos jetë vetëm me një herë, po të vazhdoj edhe ky organizim. Sepse përmes këtyre organizimeve ta kuptojmë edhe fuqinë tonë të komunitetit që kemi. Gjithmonë të e pas parasysh që ne jemi komunitet integral i shoqërisë zvicrane, jo shoqëri paralele, kuptohet. Ne jemi gjenerata tjera të ardhshme kanë qenë zvicran, por me prejardhje o origjinë shqiptare. Do është bukur përmes projekteve konkrete, pastaj me lidhë dhe identitetin e tyre kombëtar. Ky manifestim faktikisht Lugina Day që organizohet, nëse si nuk do të ndalet këtu, po do të vazhdojnë. Besoj që si koncepti, si ide kemi që një vit ta mbajmë në Zvicrën gjermane dhe pasi si komuniteti jonë shmërtar në 2 pjesë Zvicrës, e një vit në Zvicrën franceze, kështu që shpresoj që vitin tashëm do të takohemi në Gjenevë dhe paraprakisht po ju ftoj dhe shpresoj që të jeni edhe ju pjesë edhe do të na përcjellni dhe do të na përkrahni. Të gjitha llojet e organizimeve, të ubimeve, formave të organizimit dhe të mbledhjes së shqiptarëve janë të vetmët mundësi për të forcuar në radhë parë unitetin. Ky aktivitet është jashtëzakonisht mirë i organizuar, mirë i menduar,
sepse bashkon shqiptarët nga kjo pjesë e atë dheu. Dhe mbi të gjitha, bashkon shqiptarët me të vetmin qëllim që të ruajnë gjuhën, kulturën dhe identitetin kombëtar. Dhe kjo është gjëja më e bukur. Më vjen mirë që grupi im ishte prezent, ishte pjesëmarrës në Lugina Days, në këtë manifestim të mrekullueshëm. Ne e dham kontributin ton, besoj publiku ishte i kënaqur nga performanca e grupit ton, ne ishim shumë të kënaqur nga publiku që krijoi këtë atmosferë të mrekullueshme dhe shpresoj që herave tjera të shifemi, sepse këto njerëz meritojnë që përsëri të rikthehet grupi Elita 5 në këtë event dhe të krijojmë atmosfera të tilla. Kjo është e gjithë grupi, si që ka përnuar Tane pak! Kësura e alësak. Vajza.